Ndryshe. Mi pra, nuk ka këngë, Manush se s'kemi kohë. Nuk ka këngë se nuk kemi kohë. Cilat nga gjërat që ti bën, nga programet që ti drejton, je më i lidhur? E di që futbolli është me ty nga ty ka nisur e gjitha. Pra procesi, radio apo e diella? Procesi është me cilin ndihem më i lidhur dhe më natyral. Më pëlqen shumë radio kohët e fundit, po kemi futur të vit një quiz në tek e diell dhe me ato edhe te kam shumë qejf. Ti ke qenë. Ato që isha Gjenerata Top. Shumë i bukur. Ti kam shumë qejf televizion, kam idenë që duhet i shtojmë çike edhe diell. Mua më ka marr malli të jem e sinqert Manush për kohën kur ti drejtoje quizin pasdite. Tjetrin. Shumë tjetrin. Shumë dhe unë mendoj që ai quiz duhet të rikthehet edhe është një orar i pasdites që i mungon një gjë me adrenalinë, me pyetje përgjigje, njerëzit i mban pas ekranit. Quizet janë të rëndësishme. Kur flisim me Saran Ledionin, do vetëm mendojmë që në televizion ka vend për më shumë quize. Kam idenë që edhe Top Channel dhe kanë në plan që të kthej quize. Do zoti, se është vërtet shumë bukur. Pasdita është shumë e bukur, mos domethënë në një hapësirë të caktuar midis ku diun mbieta sport përputhën gjëra se këto gjende dhe një hapësirë quizi e kanë gjithë televizionet e tjera. E kanë italianët e kanë kaq në Spanjë vite, po. Por puna që ti shef një program quizi dhe mëson diçka. Përveç se ke një lloj emocioni që të ndjek. Po edhe përfshihesh. Është unë për shembull mbaj mend që gjatë kohës që Manushi kishte quizin, ishte edhe orari që ti duhet dalësh darkë për një darkë për diun dhe gjithë kohës që bëhesh gati, dhe gjeta ose përgjigjesh nga tuaja ose nga doma e ngrimit. Domethënë përfshihen gjithë familja. Jo po e gjeta unë, jo po e gjetë ti, unë e thash i pari. Edhe ne që nuk kishim pjesë luanim në shtëpi dhe. Po sa nuk kishte synim shumë fitimin. Edhe ky tani nuk ka, se ka dhe quize që janë tamam për të fituar lek që duan për qëndrim. Po këto janë më shumë argëtim dhe kjo e brezave ku kemi përplas të tre breza. Po brezat po, interesante është edhe kjo është se si e kanë qasi, kupton? Edhe kush ishte bukuroshja te tjetri me Manushin? Daniela e Big Brotherit. Në një edicion ka qenë Danja. Në një edicion ka qenë Danja që hapte. Ka qenë një Klisela, kanë qenë disa nga atëre, po. Okay. Pra Manushi gjithmonë ka qenë i rrethuar me goca të bukura edhe me Manush, nëse do mbyllet e diell ose në televizioni, ku do punoje ti? Jam kurioz, nuk e di ku do punoje. Po të mbyllet e diell? Po mos punosh televizion, ku do punosh? Ministri. Të? Shëndeti. Nuk do të ministrit atë. Si je përgatitur? Doktor Manushi. Dal pension po në televizion, kemi sigurt. A shumë mendojmë gjithë. Çfarë pasioni ke përveç televizionit? Keni pasion së fundmi kam një pasion që e bëj gjithmonë të hiking, që të dal në përmal. E bëja një herë para pandemisë, e ndërpreva, tani e kam rinis prap. Është një pasion që më pëlqen shumë. Çfarë po ngjit së fundmi? Po ku diun, për shembull së fundmi kemi ngjit jo majën e Kallkanit, jo Raducin, janë ca maje të bukura që i ngjisin. Në për Shqipëri, shumë interesante, të lezetshme. Sa qef. Është lodhesh shumë, është si është? Nuk është lodhje, faktikisht se nuk janë gjëra ekstreme. Janë gjëra të mira, duan vetëm një vërtetësi kanë këto që atë ditë që ikën duan që të dëgjohesh herët, po kur mësohesh me këtë se zakonisht e bëjmë brenda ditës. Ndonjëherë dhe kënaqesh kur shkon atje në shumë mirë kur je atje, kur kthehesh të nesmen ke një energji, është një gjë shumë e mirë. Është një kardio shumë e mirë. Është një kështu një. E bën atë që del zbathur me prek tokën me. Në një rast po, se vinë aty afrohen edhe njerëz të këto që janë të lidhur me natyrën në mënyrë çuditshme dhe kanë mësuar në një ushtrim të thjesht jogë si janë këto gocat. I them gjithë ato të zyrave kanë çik yoga, kanë natyrë. Po duhet me prek her pas here tokën ka një energji të mirë. Po të mira, gjithë të bukura këto. Kjo është shumë interesante. Luan ku diun tenis, futboll. Sportet që ku kanë vrarë gjurin, para ca kohësh këto fushat që janë si me betone me atë kështu sipër, mos pëlqen më. Edhe më tha dhe doktor, mos na përzi kalamaj të vegjël nga 20 vjeç aty dhe ty të kap ajo sikleti që do të shtosh kalamaj nga 20 vjeç. Jo, dhe po have këmbën krisesh. O do lush fiks me moshën tate që të keni të njëjtën ritëm, po përzin skuadrat, lër atë. Nuk e. Arbakalli s'u ka marrë dorë asnjërin nga ju? Jo. Arbakalli vetëm është figurë. Po Manush ke thënë që sa i natë pse su bëra futbollist, sepse mund të ishe bërë trajner, mund të ishe pas një pasuri shumë të madhe. Ke menduar ndonjëherë këtë si alternativë që mund ta kishte ndjekur? Jo, me thënë vërtetën, kur shisha futbollin gjithmonë kam qenë i atyre që e flisja futbollin, që i vogël më qenë lagje. Dhe kjo do ta komentoje më shumë se sa ta luaja. Ta tregoja, ta flisja me shokët. Çfarë shkolle ke mbaruar? Unë kam mbaruar shkollën e mesme gjuhë tuaj dhe pastaj kam mbaruar universitet për histori. Gjuhë tuaja për çfarë? Për spanjisht. Spanjisht. Ti ke mbaruar spanjisht, prandaj e di spanjishtën ti, e kuptova. Kampionati spanjoll pra kështu e ka nisur në 2001. Po. Ajo ka qenë shumë interesante. Për krateje ka qenë aso kohë?
E nisa me Kostën, pastaj Ardit Roshin. Po. Atëre ty do të kujtohet Sale, tani mori kampionatin anglez, spanjoll dhe formulën. Me formulën. Pa akoma sinjali top qendër ishte blek të treja. Një udhtim Greqi me ato, e ke përsërisht maratonet siç e po thoj. Edhe më vjen Kosta më thot, ka marr tani jon këtë dhe këtë. Po mirë I thash, ke spanjolli tha nuk po gjejmë një që ta them dhe ti e tamam se kjo ishte historia që flisi për futboll spanjoll, ke bordurat atje, jo Real Barcelona, hajde që aty e s'folën televizor. Edhe ja ku jam. Shumë po kam iden për të gjithë ne njerëz televizionit, ka një rasti si këto me tanin atë kohë se edhe më mbrapa se ne s'kem pas një shkollë që kultivonte, nuk e di, ndoshta nga Akademia e Arteve mund dilte në një Altin Bash regjisor apo në një aktor në gjë, po televizioni ju gjithë nga drejtime ndryshme, me çik rastësi brenda pastaj. Ashtu është gjithmonë. Po. Edhe unë rastësisht shkova në top, se nuk është. Po ti s'e ke shkuar në top apo do të intervistojmë një herë tjetër? E them, po s'kemi kohë tash. Thuaj shkurt. Po me audicion ka erdhi ti. Më thiri Altin Basha, mbasi kisha dalë me Gagacin e famshëm. Po praktik. Më thret Altin Basha, thotë, vjen Portokalli, unë sa kisha bërë një kontratë me Rudina Magjistarin, taksi rezervuar. Taksia, po, sa kohë. Dhe pastaj nuk e la si bisedë. Vjen Gondllakaj në Elbasan sepse gruaja ndjes pas gruaja Gonit, bënte shkollën në Elbasan dhe Goni vinte çdo të diel. Thamu, po ti ç'a bën ti? Thash uniç. Po hajde më Portokalli. Edhe erdha bëra audicion. Ti që edicion e parë Portokalli? Jo, unë kam ardhur në 2007-ën. 2007. Domethënë kam ardhur mbas 2 vjetësh që Mbas 2 vjetësh që nis Portokalli. Që nis Portokallia. Po ti e kape piramidën. S'ke pyramides. Jo, sa ekspozita. Mirë, ti je tip që harxhon para? Nuk mund të quajmë që harxhoj para, domethënë relativisht. Je kështu, nuk ke qef brandet, vishesh gjithmonë me si e kështu fare. Policat të gjobisin shpesh, Manush. Se janë ca tipa policash që po pan një që është publik, I vën gjob nga inati kështu. Me thënë vërtetën jo, nuk po dhe nuk e eksageroj me shpejtësi me gjëra, kamera kam. Je kujdesshëm, a? Nuk është se merr gjoba shumë. Mendoj që jam I kujdesshëm. Përpiqem sidomos. Politikat pëlqen? Politika jo. Nuk do hyje kur politik? Se besoj jo. Jo. Kush është për ty moderatorja dhe moderatori më I mirë në Top Media? Kjo është pyetje çik moderatori dhe moderatorja më I mirë. Mos e thuaj këtë. Jo. Po e më pse? Thashë është në një pikë moderatori mund të ishte Ledioni, kurse moderatorja si di që të jetë një që të mbajt peshë të jetë më e mira në këtë moment, sepse njëra është e mirë për njëra nuk e kam një më gjuhës. Nuk e ke një. Kënga vajzat e Bikut do ta marrësh ke diell tani që të pëlqen shumë ta kishe. Përveç Olës. E tha në publicitet, po do ta thot tani. Jo, më jo, gjithë janë të mira varet. Po më pëlqen shumë kjo Loredana është po bëhet super personazh. Është lezetshme. Këto që vijnë nga Italia, siç kanë një gjë masale dhe kanë marrë një edukat atje çik më ndryshe, më pëlqejnë edhe kanë shumë stof interesant edhe ajo e ka. Dhe tani edhe shqipen po e përmirëson, ka një lloj ndryshimi. Ai mund të ishte personazh interesant për publikun. Unë me miqtë mi po bisedoja sot që është një miksim kështu mes Jorit edhe Benjadës, mbani mend Benjadën te njishi Jori. Është janë pikërisht to goca që thot Manushi që vin nga jashtë edhe pavarësisht se nuk më pëlqen shumë kjo që bëjnë her pas here diferencimin e po është rritur jashtë. Më duket pak po si domethënë ato janë profesionistë që më shumë se që kemi në këtë sensin e qenit profesionistë këtu kanë sepse protagonist më shumë. Jo, edhe I duan gjërat më të qarta. Profesionalizmi thotë. Kontratat sakta, domethënë nuk janë rastësore. Janë të maturuar, po. Janë të përafërta si këto tonat. Ama në këmbim japin diçka që të intereson. Të pëlqen ty trajneri Joni Kombëtarës apo do një trajner tjetër? Silvinjo. Domethënë në fillim e kisha shumë për zemër, tani ka rënë pak dashuria për atë, se u shqiptarizuar shumë dhe nuk bën merr vendimet e duara domethënë, apo unë mendoj që duhet ishte çik më I guximshëm se mos këto dy ndeshjet. Ai ka një gjë fikse në kokë dhe me Elvis. Tani kur unë shoh procesin sportiv me aq, sa më unë marr vesh nga futbolli ose jo, më duket sikur sinemati gjithkohon shan.
Apo, do të thënë, edhe ai ka pak Big Brother brenda personazhit të tij apo është për të shajë? Apo është gatuar ashtu sinemati. Apo për të shajë. Sinemati është njësoj siç është Fredi atje, sinemati është një gjë që po mos ishte duhet shpikur. Edhe njerëz kam shumë respekt dhe du fort. Njerëz me të vërtetat e sinematit, si sinematin sport duhen se s'bën. Është kritik ndoshta në ndonjë rast i egzageruar. Po se më duket kështu sikur nuk e shef shumë fushën e gjelbër. Po ai është gjithmonë pjesë e zezë, do të pse, ha? Është në vendin e vet, është kritik. Është kritik, është kritik shumë i mirë, është profesionist. Kush është lojtari më i mirë kombëtarës tani? Shqiptare? Aslani për mua. Aslani. Por lojtari më i mirë i Big Brotherit, kush është? Lojtari më i mirë i Big Brotherit. Me gjejmë ke lojtarët. Laerti. Mund ta fitoj Bigun Laerti thua? Ja, se besoj që do fitoj. Se fitojnë asnjëherë të mirët. Fort kjo se si voto publiku këto. S'ka klikime. Publiku voton Gjesti dhe ata. Që ata janë shumë mirë. Jo, shumë mirë. Gatuan ti? Me raste, po të gatuaj. Çfarë gatuan për shkakun? Pene me ton. Pene me ton. Me ton di. Nuk është se do shumë talent. I toni një penë. Luk. Jo, nuk është vetëm luk. Se do shtype toni. Ka çik gjatë, ka qep udhra, Bashortja është e kënaqur kur ti gatuan? Un kam shumë respekt dhe kam një simpati të veçantë për bashortën tënde. Vërtet? Po, shumë. Jemi takuar. Shumë herë. Ne njihemi bashkë. Po. Edhe në plazh jemi takuar, kemi ndjenjur. Shan në makinë? Po pritet se s'ktheu përgjigje. Po të shaj, pëlqen kur ti gatuan, kur ti impenjohesh me shtëpinë, domethënë si keni jeti ai burri që kujt ndert plerat. Po, kështu gjërash bëhen edhe blej pazare bën, thot blej buksa mbaroj. Nuk më jepet shumë për shembull për defektet vogla në herë kur kemi që mund t'i zgjidh vet, që rrjedh ajo për shembull. Teknikun e lavatriçës. Aty mund të isha çik më aktiv, se tani i bim dhe shkurtën i ndrojmë dhe lavatriçën në herë më shpesh se duhet. Po çe rregullon prapë, hajde ndrojmë i thauna. Sigur na di që thy xhami bufes, tha ndroj bufe komplet. Nuk ndroj dot xhamin. Pra merr pjesë në punët e shtëpisë. Mund merrsha pak më shumë, por mendoj që marr. Ishte shumë e bukur surpriza që stafi të diellës i bëri Manushit për ditëlindje. Ishte kaq shumë e papritur për ty. Po, jeta me ato grupin e bën. Unë nuk jam shumë i surprizash. Unë se kam parë. Ka kohë fakt. Ishte koha kur bënim guru popullore, edhe unë kam shumë dëshirë klarinetën të t'lever bërë. Gjithmonë kur vjen një grup ja kërkoj jashtë edhe jashtë programit. Atë ka bani la vetë. Atë fashe. Edhe ma sotën shtëpia ditën darkë me një grup. Edhe një grup të dielës. Sa bukur. Sa vjet mbushet ti Manush? Sa dush. Por jo më shumë se Salsano. Jo, është më i vogël se mua. Kam idenë që nuk e di. Është më i vogël se mua. A duhet i mbjellë edhe ky flavor? Unë i kam thënë Sale, po ky ka kriju një identitet qerosliku. Jo, një lloj identiteti që realisht është shumë mirë Sale, kështu. Është simpatik. Por duke ja pash një ditë se ka një zonë donore, kjo zona mbrapa e kokës, aty ku janë flokët që merren për ditë, e kishte shumë mirë dhe mund ta bënte një eksperiment. Po provoj një herë. Por t'i dhën jetës një 10 vjeçar elektrizues. Unë ja kam më ka thënë Eriona me flok nuk do të doja kur ty. Kaq mjafton. E po tash në i botox do ta bëjmë ne. Mund ta bindim në Verionën që pse duhesh vësh flok. Se më thënë edhe me lekë që çoçi më shumë shtëpi. Shiko, mund të kim, mund të kundë Veriona. Një herë, se pastaj e ruan prapë. Provoj një herë. Në pyetja fundit për Manushin është e jotja. Kush e fiton Big Brother VIP Albania 4? Po tha pra nuk e di. Ja, do ta thot një emër se ne i pyesim gjithë tani. Se di, mendoj që mund ta fitoj Gjesti. Mendoj që mund ta fitoj Gjesti. Kontato apo kështu është. Jo, më se nuk është jo, është shumë rregull. Jo. Bëjë, e thon gjithë ata në unë. Jo, po thosha që mos ndoshta e thot pikërisht për të ta ndrosh. Loredana, Loredana. Jeni në live, do ta smontazh. Jo, e di pse. Thash që ti e thua se e di këtë klikomanin që folëm edhe thash Manushi ça. Nga mënyra unë duke pasur po bashkëpunim të kohë me Gjenetën tek e diella dhe gjithë historitë ajo ka të lidhura me Gjestin, e kuptoj se sa potent është, se e di se është historia, është fenomeni që bashkon dhe Shqipërinë dhe Kosovën bashkë, se këtë na mbledhsojmë ne çik. Nga që personalisht nuk e di ti Sali si ke marrëdhënie me median Kosovë, unë më pak i kam. Unë njoh aktorën Kosovë shumë, jo me mediat. Media në Kosovë jeton me ne më shumë se ç'e mendojmë ne. Ne me ata më pak.
këtë kam zbuluar unë nga këto bashkëpunimit e kohës. Edhe unë kështu mendoj. Dhe mendoj që bashkimi i të dyave krijon janë konvergojnë të dy ke gjesti aq fort në këtë rast, saqë mund ta vëni çik në të diferencuar nga të tjerë. Ajo Xheleta nuk është se e do më gjestin Manusha, po s'jam muhabete për ne atë. S'janë për ne, po ata po shijojnë famën, kështu që. Manush erdhëm në fund pa 10 ora, pothuajse faleminderit shumë që ishe. Juve për ftesën dhe ju uroj sukses. Çfarë ka, domethënë ka ndonjë risi, ka ndonjë të re tani në programet që ju bëni, do shohim ndonjë gjë shumë ndryshe? Do bëjmë do fusim një gjë të re me Sara Gjordenin, që është vajza po djalë. Na erdhi ideja nga kur ishte në Shtatzaninë e saj. Janë këto festat që bëjmë për të zbuluar gjininë e bebit dhe këto që kanë shumë interesante. Shumë janë interesante. Mund të dal nga një super ide. Çka ide shumë e bukur. Bashkë me këtë e nisim nga data 20 prill tek e dia dhe do bëjmë me njerëz thjesht që duan ta aplikojnë aty që nuk kanë ndoshta mundësi financiare për ta bërë këtë festë, do ja bëjmë ne, po është një gjë shumë interesante. Edhe pati shumë feedback. Që ka shumë e bukur. Shumë familjare, erim gjithmonë në një rubrikë afër familjes, fëmijëve dhe çik më shumë. Dhe kam përshtypjen se kjo është një gjë që e rifreskon edhe programin që ti bën, edhe të ftuarit të tu, edhe idetë, autorsinë ato që folën. Prandaj Manushi nuk të mërzitet asnjëherë, përveç naturalitetit që e karakterizon, është ka risi, ka sjellje, ka publiku rubrika të reja, do gjëra të tilla. Jam shumë e lumtur që isha me ne sonte. Faleminderit. Jeni të dy të mrekullueshëm dhe uroj sukses. Shumë faleminderit. Ne do takohemi, do dëgjohemi. Dhe do shihemi sigurisht. E di ti çfarë është martë që vjen? Çfarë është? 1 prilli. Po unë ty në 1 prill do të bëj kështu, telef. Që në mëngjes, telef do të ftuar, do të ftoni për 1 prill. Ky në zakonisht ja bën gruas vet. Paçi një javë të mbash gjithë. Miru takofshin martën tjetër. Faleminderit Skerdo dhe ti. Faleminderit Aliso, gjithë çunat që na ndihmuan. Ciao.